Bureli vijon të jetë një mangth për flamurtarin. Kuqezin të ngecën edhe në transfert, teksa vinin pas humbjes me Pogradecin 1-2 një javë më parë në qytetin e Vlorës. Edhe trajneri i ri Artim Pollozhani debutoi kështu me barazim. Nga humbja e Vorës nuk ka përfituar dot flamurtari, vendit të dytë, pasi nuk ka shkuar dot më shumë se barazimi 0-0. Në këtë duel për vlonjatët debutoi në stol edhe trajneri i ri Artim Pollozhani. Duket se gara për titullin kampion mes dy skuadrave do të vijojë, derisa të lejojë matematika, por gjithashtu një luftë e fortë është edhe mes vendit të dytë dhe vendit të tretë, përkatësisht flamurtarit dhe Besës. Në Burel udhëtoi edhe një grup xhirimi i televizionit 6+1 Vlora, të cilët sillin edhe këto pamje që ju po i ndiqni në ekran. Kështu flamurtari nuk ka shkuar më shumë se barazimi pa gola në transfertën e vështirë të Burelit. Në ndeshje debutoi trajneri i ri Pollozhani pas shkarkimit të italianit Agostinelli. Takimi në fakt ishte i bukur dhe me raste, por në fund gjithçka u mbyll në paqe. Vendimtare për vlonjatët në objektivin madhor që kanë, ngjitja në Super League do të jetë ndeshja e të shtunës të kësaj jave, me një kundërshtar direkt si Besa e Kavajës. Ky takim interesant, por edhe vendimtar do të luhet në Vlorë. Aktualisht flamurtari gjendet në vendin e dytë në tabelën e klasifikimit me 69 pikë. Përkatësisht 4 pikë larg Kreut që mbahet nga Vora me 73 pikë dhe larg vendit të tretë që mbahet nga Besa me 65 pikë. Ndeshja e radhës e kësaj të shtune mes flamurtarit dhe Besës që luhet në Vlorë do të përcaktoj shumë për fatin e skuadrës.